Zoti jep të mirën këtë botë dhe botën, që nga azabi i varrit, të na mbron nga shoqëria e keqe, e të na ruan dhe të na mbron nga botë. E lutim Allahun e Madhnueshëm që fëmijët të banë të hajrit, të vjeshëm e të mirë dhe në shërbim të kësaj shoqërie, dhe mbi të gjitha e lutim Allahun e Madhnueshëm që fjala jonë e fundit e dalë prej kësaj bote më u kanë duke e thënë la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, amin. Xhamati inshallah, këtë xhama kemi për bazë një ajet kuranor dhe disa hadithe të pejgamberit tonë alayhis salam në lidhje me imanin dhe pusha e punës. Zakonisht besimtarët realisht duhet ta përjetojnë edhe ata çfarë kërkohet prej ne. A ka në islam dembelizëm, a i ka hije një muslimani të mirë mu kanë përtac, mu kanë parazit e mu kanë barë për familjen, nuk i ka hije. Nuk i ka hije një muslimani i cili është në moshën madhore, Zoti ja ka dhënë shëndetin, e Zoti ka dhënë plot mirësi, edhe ai mu kanë parazit i një familje tjetër. Me i bot 30 vete, 40 vete, e ala baba për më këshirë. Mendoje, deri në çfarë situate mundet më kanë ki, i cili tani ma është bo me familje, ka fëmijë, ka gjem me vajza, Zoti i ka falë, edhe prit, kush po ma shtrin mundet dorë. Allahu në Kur'an e Kerim ka thonë, dhe thuaj atyre o Muhammed, ju punoni se punën tuaj do ta shoh Allahu i xhaleshanuhu, pejgamberi i tij dhe besimtarët. Pastaj do të ktheheni te ai që e njeh të panjohurën dhe të dukshmen, e ai do t'ju njoftoj për gjitha çfarë keni vepruar. Këta që lexova është ajet kuranor. Fillon xhamat me dhe thuaju atyre o Muhammed. Thuaju atyre o Muhammed, ju punoni se punën e juaj ka për ta pa Allahu, pejgamberi i tij edhe kanë për ta pa edhe besimtarët, dhe kthimi jon tek Allahu i cili e njeh pra të panjohurën dhe të dukshmen, edhe gjithçka nesër do shpaloset, ditën kur do t'japim pra llogari. Prandaj xhamat, kush mendon se imani është një fjalë goje, se besimi është ëndër e rehati, dhe kush mendon për qenë besimtar, dhe ai i cili ka thonë vetëm unë tani mo e kam thonë shahadetin, ki njeriut pra Zoti ka për t'ja mbarë gjitha punët, ai e ka gabim. Nuk mund pra t'jesh një besimtar e ta kërkosh riskun duke qenë pra parazit. Imani, kanë thonë gjenerata e parë e besimtarëve, imani nuk është as me aspirata, as me veshjen e njerëzve që duken. Nuk është me diçka me ëndrat e mia, edhe mu kanë me veshjen e mirë. Si ta shoh mirë i veshëm, e që ki duhet mu kanë pra besimtar i mirë. Por, kanë thonë gjenerata e parë, ajo që hinë në zemër dhe që e vërteton me punë. Por ndryshe, nuk është imani vetëm me një fjalë goje, ajo është pra edhe që e vërteton pra puna. Kemi një rast me Hazreti Omerin xhamat, pasi e ka mbaru namazin e një vakti, i ka pa disa xhamat duke qëndru në xhami. Të na e kundërta, kur ta krim namazin, me të nga cilën kape po shkojmi. Që kjo është të na, se që ti dhe me që ti nish muhabeti deri para akshamit, me marrë një abdes, me darë në aksham, edhe që shto me kalu jeta jotë. Jo për krejt, po beha për një numër, mirë, është deri diku. Edhe i ka pa ata duke nejt ati në xhami. Ju ka thonë atyre, ju shka po bani, ato janë përgjigj me krenari. Kështu i kanë thonë Hazreti Omerit, është përgjigje shumë interesant, dhe thot, ne mi ata që jemi mbështet në Zotin, edhe nuk kemi frikë për riskun tonë. Risku ka me arë ku do të që jemi na. Kështu i kanë thonë Hazreti Omerit.
Pastaj Hazreti Omeri atyre jo ka kthi ashpër, ka thonë ngrihuni dhe dilni, sepse nuk jeni ata që ju jeni mbështet në Zotin. Ju nuk jeni ata që keni kuptu këtë din, na porrina këto, se risku ka me tarë, o hiç mos e kije gajle, kështu me fjalë qera. Ka thonë kjo nuk ka mbështetje në Zotin. Kjo nuk ka mbështetje në Zotin, por ju jeni parazitët e Zotit në tokë. Pas u tha këto fjalë, i kanë nxjerr ata prej xhamie. I kanë nxjerr, ka thonë, dilni, sepse nga qielli nuk zbret ari dhe argjend. Kështu ja ka bo me dije Hazreti Omeri atyre besimtarëve. E ta xhamot, kur ndëgjojmë këtë rast, i bie kështu, të jesh besimtar, i mirë do thotë të jesh punëtor. Kështu në definicioni, të jesh besimtar, është pra të jesh punëtor. Zoti e ka quajtur njeriun Khalifullah, më këmbës i Zotit në tokë. Prandaj xhamot, me mbjell tokën, e me punu, e me korë, e kejtë që to për shembull në format ndryshme, kush secili që angazhohet edhe me ju lënë fëmijëve pasuri trashëgimtarëve, ki tregon se vërtet është një nga besimtarët e mirë. Ata që e kanë kuptu mas mirë ti pra të qenurit besimtar dhe të qenurit punëtor, janë pra pejgamberët e Zotit. Të gjithë pejgamberët e Zotit xhamot pa përjashtim kanë qenë edhe punëtor. Ata janë lodhur, ata janë gjersitur, ata janë angazhu xhamot. Edhe kuptohet edhe atë barrën e madhe që e kanë mbartë në fushën e fesë për t'ja kumtu besimtarëve të asaj kohe fjalën e Zotit çfarë po thot Allahu. Prandaj Zoti ka përmendur xhamot në Kur'an shembullin e Yunusit alayhi salam. Dhe kur ta përmendim shembullin e Yunusit alayhi salam, mos e mendo as ti edhe as unë se na mujnë më kanë më të mirë se Yunusi alayhi salam. Edhe mos e mendo diçka Yunusin alayhi salam si i pavlerë tek Zoti pas ka qenë ai. Çfarë ka bon ki pejgamberi i Zotit? Ki pejgamberi i Zotit Yunusi alayhi salam xhamot, kur ka pas se nuk po i përgjigjen thirrjes së Zotit nëpërmjet këtij pejgamberi dhe ata po tregohen arrogant, ai është largu nga fusha e punës në aspektin fetar. Pra tërheq nga një fush e punës veprimtarisë. Dhe Zoti je ka dhonë mësim qëndrimin e ti në barkun e balenës. Kjo në barkun e balenës çfarë ka thonë tani mo nuk na intereson në këtë rast. Por ai çfarë ka bën Yunusi alayhis salam xhamot, është tërheq nga fusha e punës në veprimtarinë e fesë, kur ka pasë populli i tij ata nuk po e dëgjon. Edhe këtë rast kur e përmendim xhamot, na duhet ta kuptojmë se jo tërheqje dhe jo dorëzim asnjëherë në këtë dunjë absolut kur. Përkundrazi, angazhim e punë, e përpjekje, e djerse, e lodhje, e gjitha me i bo, sepse ne jemi ata që kemi për shembull pejgamberët e Zotit që kanë qenë pra punëtor. Prandaj xhamot, gjithmonë besimtari duhet ta ketë parasysh se ajetet kuranore që kanë zbrit me besimin në Zotin, gjithmonë janë ndërlidhur gjithmonë pra me punën. Mbi 70 ajete kuranore kemi që janë ndërlidhur edhe punë, edhe imani, edhe puna. Edhe imani, edhe puna. Dhe na gjithmonë duhet ta mendojmë se të qenurit besimtari mirë nuk kanë kur e thuar një fjalë goje, elhamdulillah, la ilaha illallah, u kri kjo punë. Edhe kjo ka vlerën e vet, pa dyshim. Mirë, po nëse nuk i bashkangjitet puna, atëherë pra nuk je ai çfarë kërkon ki dini jonë. A ka ndonjë ditë pushimi për shembull në dinin ton, siç kanë për shembull te fetë e tjera.
Në dinin tonë xhamat nuk ka një ditë pushimi që duhet trajtohet edhe duhet merret ajo si ditë adhurimi edhe kështu. Edhe dita e xumos, sot që kemi ardhur xhumo, në xhumo, në xhami kemi ardhur, është ditë ku në kohën e xumos ti e dëgjon ezanin edhe vend në xhami. Edhe ki pas sa mirë është, jo vetëm ditëve xhumo, ditës xhumo xhamat, por edhe jashtë ditëve të tjera, edhe ti i je në punë. Qetri janë në baushtel, qetri janë në market të punu. Ai edhe dëgjon ezanin, edhe ai ndon kohë, e merr sejdën edhe e fal vaktin. E fal vaktin. Ku ki pa më mirë xhamat me ndëgju ezanin në vendin e punës, sejdën të fali farzin. Edhe kështu i ki kallëzu atij shepit se une kur të vjen vakti e fali namazin që kërkon Allahu prej meje. Po pastaj Zoti kur e ka përmend ditën e xhumo, ajet pjesat neve që po na intereson ka thonë, dilni në për tokë dhe kërkoni rizkun e Allahut. Te jaudit xhamat është ndryshe. Te jaudit dita e shton është ditë adhurimi. Për kanë bot kuptimi që kanë jaudit, ato e kanë ditën e shton ditë adhurimi dhe ato ditë nuk punojnë. Kuptohet pastaj te dita e diel është pra ditë pushimi, ditë e krishterët dhe të ortodoksët. A ki pa xhamat se edhe dita e shton edhe dita e diel është e lidhur me fe. Dita e han nis puna deri ditën e xhumo. Kjo s'ka me të rastësisht për shembull, nuk ka me të rastësisht. Mi anis pit hanën deri premtën punë, e shtu në diell më kon pushim. Jo, ata e kanë lidh me fe edhe ditët e javës i kanë lidh me fe. Ditën e shton edhe ditën e diel. Atje ku kemi mësuar na, dita e parë e punës edhe e mësimit ka qenë dita e shton e deri ditën e ejte. Deri ditën e mërkur, më falni, e ejte e premte ka qenë ditë pushimi. Pse? Ashtë lidhë pra e ejtja, nesër anë ditë e xhumo, ditë pushimi. Pra, mos e mendo se ajo anë ligjë, e pas ka shkru dikush, e pas ka thonë dikush, e anë e premte ditë punë e shtu në dilë, që shtu ka metë, rasisht. Nuk ka rasisht kur gjohë xhamot, absolut. Gjithë shka është mire mendume, dhe sot na po e shofim këta. Prandaj xhamot, ai neve që ka na intereson në këtë rast, shembulli më i mirë i punëtorit është përsëri ne po e përmendim Muhamedit alayhis salam. Edhe pejgamberi i Allahut para se më ardh shpadhjen e moshën 40 vjeçare ka punu krah pune. Një kohë ka punu si tregtar, ka punu tregtar të tjetërkush. Pastaj ka marrë përsipër vetë të qenë një tregtar i suksesshëm. Deri në moshën 40 vjeçare dhe përsëri ka marrë një barë tjetër. Allahu në Kur'anin e Kerim ati i ka thonë, ti Muhammed, ne tani do ta zbresim një fjalë shumë të rëndë. Edin xhamat me marrë barën e kumtimit të kësaj feje për tan umetin deri në ditën e Kiametit. Asnjëherë nuk ka ndodhur, me thon Muhamedi alayhis salam u lodha e mo nuk ka mo, unë nuk po muj me vazhdu. Nuk muj me vazhdu këtë mision që e kam marrë. Të qenurit pejgamber, të qenurit prind, udhëheqës, punëtor, gjitha dhe kështu e ka të i kalu pra këtë jetë xhamot. Po shka me më rëndësi xhamot, kur ka shku në Medine, pejgamberin tonë alayhis salam, si me thonë, e kanë pritë ta si mbret. Mirë po, përsëri, pejgamberi jonë alayhis salam ka vazhdu me punë edhe nuk ka thonë, dhe tani është ai momenti, unë ku duhet që tash me pushu, ka marrë në Medine, po e formoj shtetin edhe s'ka duhet me pushu deri diku se nuk po kalon. Përsëri, pejgamberi jonë alayhis salam është tregu njeri i fjalës, po sigurisht edhe i punës.
para 20 e kusur viteve xhamat, populli jon pat nis pak mohalit. Ku I di, ndonjëherë kur të hipe vetja në qep krenaria, edhe këshire që fort e fort si nuk ja lishmi fort punës. Mirë po e pam se nuk po bajka pa punë. Edhe ke pa në vetët e fundit, mirë elhamdulillah kemi kur xhamati jon, populli jon ka nis për punon tokën, qetri për merr një zanat, qetri e ka qel një punëtori, edhe këshire që po I pariratmi deri dikun kur beqarve. Na nuk kemi ka lishojmi udh me punën që duhet me bo, edhe kjo janë shumë në rregull xhamat. Kjo janë shumë në rregull. E Zoti është I drejtë xhamat. Çish e tham Zoti është I drejtë, Zoti I jep atij që punon qoftë besimtar apo jo besimtar. E Zoti nuk I jep atij nëse je ku më di çfarë do besimtari ama nuk je punëtor. A mund të thash me po drejtësinë e Allahut pra që ka vënë në këtë botë. Sa herë që Zoti e ka përmend xhenetin xhamat, e ka përmend, e ka ndërlidh edhe me punën. Ke po sa na e dojna xhenetin, shumë e dojna xhenetin. A shumë në rregull me dash xhenetin sepse kjo janë një shtytje për të bën punë të mira. Mirë po, Allahu në Kur'anin e Kerim kur e ka përmend për xhenetin ka thonë hini në xhenet në bazë të asaj çfarë ju keni punu. Dhe kur e ndëgjojmë pra hyrja në xhenet edhe puna, ti ki drejt tani me vetë edhe me thonë kështu. Ku mbetet mëshira e Zotit? Mos harrojna xhamat se mëshira e Zotit është ajo mbi të gjitha që e fut besimtarin në xhenet. Po puna Ibn Taymija thot puna është kush për ta fituar xhenetin. Kështu duhet kuptohet xhamat. Jo shablon me thonë, e kam thonë në shahadetin, unë e kam punën sigurt, unë nuk kam hi me një ull, një kashë edhe s'muj më me dalë. Po të ndëruar, po Zoti Omeri I ka nxjerr pe xhamie. Ato po bojnë dhikër, risku vend ku do t'jesh. Shka peki gale se risku ka me tarë, shka ka e jotja ka me arë ngojën tane. Jo, ka thonë, ju duhet me dalë, e duhet me punu, duhet mu përpjek, mu angazhu, me u djerës, me u lodhe, mu sakrifiku, kej që to me bo, dhe pastaj, o Zot, ama jep ata çfarë une e kam dhonë maksimumin. Kështu, besimtari pra duhet ta kupton. Prandaj, ka një definicion shumë të qartë edhe të mirë. Puna është produkt direkt I besimit. Ti jesh besimtar, do të thotë të jesh punëtor. Puna është produkt direkt I imanit. Ti jesh besimtar, do të thotë të jesh punëtor. Me një hadith ka thonë pejgamberi jon alayhis salam, të gjithë do të hinë në xhenet përveç atyre që nuk duan. Shokët në atë moment, pra disa prej shokëve që kanë qenë, kanë vetë kështu, oj dërguari I Allahut, a ka dikush që nuk do me hinë në xhenet? Kështu e kanë vetë. Ka thonë pejgamberi jon alayhis salam, kush më bindet mua do të hinë në xhenet. Kush më bindet mua do të hinë në xhenet. Ai I cili nuk më bindet mua, ka thonë, ai I cili më kundërshton, nuk do të hinë në xhenet. Këshire sa ka qenë pejgamberi jon alayhis salam. Nuk ka thonë ai I cili mua më kundërshton do të hinë në xhenem, do thotë ai I cili mua më kundërshton nuk do të hinë në xhenet. Nuk e ka përdorur atë fjalën xhenem, po kundërshtimi I tij nuk ka për të hinë në xhenet. Kundërshtimi ndaj tij. Dhe kjo I bie kështu xhamat. Kushdo që e do pejgamberin alayhis salam, duhet të angazhohet, duhet punon siç ka punu pejgamberi jon alayhis salam. Që kja është pra me desh pejgamberin Allahut. Shumë është në rregull sot me I qu salavate pejgamberit ton alayhis salam. Shumë është e lavdruar, ka hadithe për salavatën. Mirë po kjo nuk e ka kuptimin tani me pritune çdo xhumo pas namazit të qinis, ditën e ejte. E deri sot me namazin e akşamit salavati piçoj pejgamberit ton alayhis salam edhe kështu që xheneti po. Jo pejgamberi Allahut nuk ka mjaftu me kaç, por gjithmonë pra ka bo shtitje dhe motivim
për besimtarin më konë njeri i punës. Besimtari xhamat duhet mi pas di cilësi për sa i përket punës, emanetin dhe korrektësi. Të hujt, po duhet mi përmend të hujt, jo besimtarët xhamat, ata nuk të falin as një minut kur an pyetje puna. Ana xhamat, po se ja falim be filanit një ditë, ja falim një javë, e 10 ditë, e 2 javë, thot unë për tije jam në dispozicion, shka dush unë për tije. Do thot këshire ki, nuk kanë të angazhu, po ta fal krejt. Ndërka që i huj i xhamat, kur am pyetje orari i punës, nuk ta fal as një minut. Di cilësit besimtarit, amaneti dhe korektësia. Ajde bëmë pak më real xhamat, kush se cili që e ka marrë punën për sipër për me kri. E krim punën me amanet ashtu sa duhet edhe si që duhet. Ato kamerët që po i nojna edhe shumë në regull që po i nojmë, edhe sërë që hi për shemë me një institucion, me një fabrik, me një dikon, edhe shkruan ati se vendi ashtë në mbikëqirjet kamerave. Edhe i përgjeci i ka xhamat krejt ato vendet kur ati hecin punëtorët ku janë duke punu, apo punojnë apo jo. Dhe tani xhamat, unë edhe ti, edhe kush të cili që ka marrë përsi për punën, na duhet ta mendojna se ka një kamerë e cila nuk lëshon as një send vogël dhe as një send çka më e madhe, as pa krijuesi Zoti jon. Kur Allahu neve na sheh, dhe ti e sheh kamerën, po do thuhe çka pse janë kamera. Unë kam një tjetër kamerë dhe këtë punë që e kam marrë me amanet kam e kri. Që kja është ai imani edhe besimtari i mirë edhe punëtori i mirë që kërkohet pra në dinin tonë. Edhe cilësia tjetër xhamat, korrektësia. Të qenërit korrekt. Thot me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, Zoti dëshiron që kur dikush nis të bëjë një punë, ta përsosë ata. Zakonisht kur kërkon ti, e kërkon një mjeshtër që janë shumë korrekt, e krin me amanet, edhe ja jep hakun asaj pune. Edhe ti shka ban, kur ja jep hakun asaj pune, ti nise e lavdron ata, e kam pas filanin ama punëtor. Skati, në 8, në 4, e krin punën. Taj nuk ka më në fund pastaj, apo ma ban halal. Xhamat që ke fjalë miti muë, ku e di, ndoshta jam shumë gabim, e godit punën, kejt shka duhet edhe ma në fund, kur ti marrë kejt parët, sa e godit, apo ma ban halal ti muë. Unë më po dishoj që ki që po lip halalëk, në çfarë niyeti e ka me ja bo ati halal ti. E ke godit rrimën, e ke godit me li, ku godit pllaka, ku e di, çfarë do, nuk pe di, shka mundet më kanë ajo, edhe ma në fund apo ma ban halal. Nashta po paragjikoj që kja po ma ban halal, këshire që ku ja kam shti hilën, une ti me ma ban mua halal. Nashta une po paragjikoj, nashta duke me ndu ki thot kështu, ku e kam ban një lëshim pa dijen teme, pa dijen e punëtorit, apo ma ban mua halal, që kjo janë tamam. Që kjo janë në rregull, kisha me pranu. Po ala më korrekt më kanë, kam lexu vetëm një resht. Ashmir pra ke mjeshtri mi thonë, ku kam hi dikun nër hak, e si ja kam dhonë hakun asaj pune, e kam dë një lëshim une, nëse kaq ero e kemi godit, moj që këto po t'i kthej se nuk pe di e kam pitis punën sa gëllom. Që kjo është hala më korrekt xhamat që mundut më kanë, sepse tani më po folim për një send, për një besimtar të mirë, për një punëtor të mirë, për një besimtar me amanet, edhe për të qenurit pra korrekt. A i ka hije xhamat besimtarit me shtri dorën? Sigurisht, pra nuk i ka hije besimtarit me shtri dorën. A të ka dhonë Zoti shëndetin? Po. A të ka dhonë mundësin, mendje në shëndosh? Po. E ki punën që mundë është ti me shërbi? Po, unë e kam. A të ka hije me shtri dorën? Nuk ka hije.
Kur tham atë ka edhe unë edhe ti kejt jemi xhamat këtu, nuk jam të fol unë edhe jo, ti edhe qetri, jo absolut. Kreve nuk na ka hije pra me shtri dorën absolut, kur hiç, nuk të ka hije kur. Edhe atë hadithin e pejgamberit tonë alayhis salam që ka të bëjmë me fidanin, me një pemë, me një drum, me çfarë dush thuj. Edhe thot nëse ti e nis, edhe ki me një jetë me mbjell një fidan, ama rrugës e ki pas se po bëhet kiameti. E mendon xhamat çfarë fara fjalë këtu kiameti? Mu shkatëru tokë e qiej. E pastaj nga trishtimi dhe nga të merri i kiametit, edhe ajo 7 zona me qitë fëmijën e vetë. Ato gjithë ato oqeane, gjithë shka mu bon kejtë rrafsh, edhe ti për e shes se po bëhet kiameti, edhe shka me bon xhamat, ka thonë pejgamberi alayhis salam, qatë fidanin ti mellë. Ty ki me thonë, e po pse shka kashti bash fidanin me mellë, qatë drunin me mellë, kur nuk ka mundësi me qelë, nuk ka mundësi me marë fritin, e asaj peme, për shka bash. Kanë thonë djetarët, që këta që e ki mellë, që po do me mellë, ama veç mo kiameti, ka nismo kiameti, ti të regonë nëse je punëtor. E para, nëse s'mun është me marë qatë fritin e qasaj peme, fritin e asaj peme, ki me marë si shpërblim ditën kur të t'japash llogari para Zotit. Kjo është xhamat që besimtari duhet me pas përsinim, kënaqësinë e Allahut të fituarit me halal, edhe asnjëherë mos më kon parazit, mos më kon barë e qetrit. Asnjëherë mos më kon barë e qetrit. Kuptohet me përjashtime xhamat, Isamuri, me përjashtime gruaja e vej, me përjashtime jetimi, me përjashtime xhamat. Ai cili janë në shkollë edhe ka mësim në orë, edhe ai përgatitet 7-8 orë në ditë, lexon përgatitet, kja me përjashtime. Ama pjesa tjetër e shoqërisë sonë xhamat, gjithmonë pra kujtoje se pejgamberi jon alayhis salam kur asnjëherë nuk ka ndonjë transmetim që e kanë dëgjuar sahabët me thonë e unë u lodha. Nuk shkon më gajlën e këtij dini, gajlën e familjes, gajlën e shtetit, udhëheqjes, betejave, edhe unë tani më po dorëzohem edhe po kërkoj pushim o Zot prej teje. Përkundrazi, pejgamberi jon alayhis salam nga doat e tij që i ka bë, ka thonë o Zot më ruaj dhe më mbroj nga dembelizmi, më ruaj dhe më mbroj nga të qenurit për tac. Këtë doa e ka bë pejgamberi jon alayhis salam xhamat. Nuk ka qenë vetëm doa, fjalë goje, por ajo dëshmu edhe njëherë e përgjithmonë jetën e tij të përditshme. Prandaj xhamat, këtë ders që e dham këtu para juve, për dhënat mendimin pozitiv se shoqëria jona shoqëri e punës. Unë kështu po e shoh, shoqëria jona shoqëri e punës. Shoqëria jon, xhamati jon është punëtor dhe kujdeset për familjen e vet. Dhe kuptohet kur kujdesesh për familjen tënde, ti pastaj pjesën tjetër i nën presje të pasuria jote, ka sadak, e ka zeqat, dhe ti mendon me ndihmu për atë tjetrin, dhe e sheh ti veten në hadithin e pejgamberit alayhis salam, i cili ka thonë xhamat, më i miri prej jush është ai i cili është në shërbim të kësaj shoqërie. A ki pa vetën xhamat me thonë, prej atij momenti kur i ki thonë vetës, unë duhet me punu, kam familje, kam fëmijë, dhe unë mendoj mu kon shërptori këtij popullit, ti mo tani je njeri më i lumtur, sepse me punën tonë të shifën hajri edhe ke shoqëria. Prandaj i dashur xhamat, të lutim Allahun e madhnueshëm që në pasurinë tonë ketë bereqet. E para, lutim Allahun e madhnueshëm që neve të qerët na i shohin hajrin. A thu unë po mendoj ki populli jon kur të bojnë në zbulime shkencore, kur të bojnë në zbulime, edhe tani me thon edhe mi parirat për shembull çesoj firme Samsungit, një shqiptar ka zbulu hala një mobil hala më të fortë, hala një mobil më të fortë se iPhone-i, ka bën diçka shka na jemi të inet ka shqipra të qerëve. E ato me shka e kanë bën xhamat, ato e kanë bën me punë. A kemi na këtë mundësi, e kemi këtë mundësi. A kemi rinit shëndosh, kemi rinit shëndosh. A kemi tani mo institucione dhe kemi universitete, kemi pra xhamat.
A kemi akademi që merren me këto punë? Kemi që merren me këto punë. Prandaj duhesh me i prik kësaj pune e ti më kom prijatar për vepra të mira. Kështu unë atë kam mendimin pozitiv se ki popull përderisa ndërton, ki popull përderisa ka një jetë të mirë mesatare, shifat se është në angazhim e sipër dhe kushdo që angazhohet kuptohet e ka edhe ndihmën e Allahut. E jo na xhamat është na të angazhohemi, të përpiqemi, të sakrifikohemi, të gjersitemi, të lodhemi, po mos harro se suksesi janë dorën e Allahut. E jo na është kjo pjesa e parë, ndërsa fritet jep Allahu. E Allahu nuk i ban pa drejtësi askujt. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Zoti nuk i ban pa drejtësi askujt. Nuk i ban pa drejtësi askujt qoftë besimtar apo jo besimtar. E kur na tani mo jemi besimtar, dhe na kur e mendojna se jeta jon, angazhimi jon, puna jon, do të shpërblemi në botën tjetër, atëherë unë edhe ti duhet mi thonë vetës, hajde nisim e vazhdojmë. Ata çfarë janë duke baballarët e tonë, me vazhdu edhe na pra, e pastaj më lan trashëgimtarëve, fëmijëve tonë, një pasuri të mirë, edhe ata me vazhdu sigurisht edhe më tepër, edhe më tepër, edhe më tepër, dhe më kanë pra në shërbim të kësaj shoqërie. Allahu i ruaj punëtorët e tonë xhamat. Allahu i ruaj punëtorët e tonë. Unë e kam shprehi kur i shoh do të punu, tham, lutë Zotin edhe për mua. Lutë Zotin edhe për mua se vërtet Zoti i pranon lutjet e tua. Pse kur e sheh një njeri që punon, një njeri që a lodh, që a djersit krejt, dhe kur shkon të shtëpia i lodhur e bën një do shaj, edhe gruaja e tij ka përgatitur bukën, edhe ulet me anëtarët e familjes, kjo është besimtari i mirë xhamat. Kjo është besimtari i mirë. E unë atë kam mendimin pozitiv se krejt të tillë jeni ju që punoni u angazhoni, e Zoti ju rujt e ju dha shëndetin inshallah gjithmonë kudo që jeni. E si zakonisht xhamat, si zakonisht java e parë që fillon pra me muajin e ri, në xhamatit ton e din ato. Sot na data i shtati dhe kërkojmë pra nga pasuria jon me dhanë për shtëpinë më të mirë që e kemi, kjo janë xhamia jon. Kejt ne kemi shtëpi të mira, ama xhamin e kemi shtëpinë më të mirë ku vim i bim sejdë Allahut të Madhnushëm. Dhe pi atar kur e kemi nuk këtë temel kësaj xhamie, derisa të ekziston. Dhe mendoj sa që të njeri ka vdek, që unë që 24 vetë, më nuk janë këtu dhe jeni ju gjemt e nipa, e na duhet vazhdojmë inshallah mas 100 e 200 vetëve, e kur do të vinë ato qerna, nuk i dim kush janë ato, gjemt e tonë e nuk i dina, po sigurisht ato kanë me vazhdu, fal ati kontributi dhe sadakaj na që e kemi dhonë. Di hadithe që i di xhamati jonë, i kemi mësu dhe elhamdulillah na po i praktikojmë. Këtu në xhamin tonë dhe jashtë xhamis tonë. Thot pejgamberi alayhis salam, sadakajat mbrohen prej fatkeqësive. E dita thot pejgamberi jon alayhis salam, sadakaja nuk e pakson pasuri. Këto di hadithe janë bën shoqëria e jon e pandame asnjëherë që gjithmonë pra kemi deri në frymën e fundit. Prandaj urdhoni xhamat, pasi ta falim namazin në xhamas, me praktiku këtë hadith edhe hadithin tjetër, e për xhamin tonë, për shtëpinë tonë më të mirë që e kemi në këtë rrezull të kësor. Allahu ju rujt, Allahu e shto pasurinë e juaj, e Zoti ju dhash bereqet në pasurinë e juaj. Zoti e boft kabul namazin e xhamas lillahi al-Fatiha.